Dhe cili mendon është shkaku, çfarë është arsyeja sipas teje në gjatë që këtë herë nuk do të ketë bileta të rezervuara nga Federata Shqiptare e Futbollit për tifozët kuqezi? Kur shep Serbia. Serbia, po çfarë ka të drejtë për drejtë Serbia në këtë drejtim kur ne do luajmë me Anglinë? Po tash ajo përqame nuk bëhet veç hajt s'po do të më shku me Anglinë, ajo ka një bot kuptim tjetër atë pak më lart. Po organizimi me Serbia na ka pu këtë gjendje. Je i bindur për këtë? Po. Ju gjithsesi do të gjeni një mënyrë për të shkuar, do të shkoni në Angli për të mbështetur kombëtarën? Jo, unë nuk shkoj. Nuk do të shkoni? Jo. Po përse, je i revoltuar? Pa, i revoltuar dhe të zoti. Nuk shkon, nuk është të kuptoj, është pa kuptim kjo që ka bo duka me Serbin. Ka mundësi me bo me gjitha shtetet e rreth. Ka pas mundësi me bo me Kosovën, po na kaloj ne, shkoj atje. Është një kafshat kjo e bashkëpunimit me Serbin që nuk do të ka bërdijet letë nga jo? Ja, nuk ka bërdijet, kjo është letë, ja. Megjithatë ka patur dhe një reagim të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe thjesht do parafrazoj mënyrën se si ata le të themi kështu justifikohen për këtë veprim që kanë ndërmarrë, duke thënë se për shumë vite grupe të ndryshme tifozerie kanë patur mundësinë të sigurojnë bileta të rezervuara nga FSHF-ja. Megjithatë, meritjen e kërkesës për bileta dhe dëshirën për të krijuar një qasje më të hapur për të gjithë tifozët shqiptarë është vendosur që nga tani e tutje biletat jenë të aksesueshme përmes një procesi të drejtë dhe transparent. Prandaj ky vendim nuk synon përjashtimin e askujt, por përkundrazi garantimin e mundësisë për të gjithë tifozët që duan të jenë pjesë e spektaklit të kombëtares. Pra, Federata Shqiptare e Futbollit po thotë që të gjithë tani le të jenë të barabartë, le të jenë njësoj përpara mundësisë për të pajisur me bilet. Ka kuptim për ju? Po, ata na gjithë të barabartë. Kush na e kemi atë tifogrupin tonë të KZ, për ati grupi kanë dalë shumë grupe tjera, grupacione. Një mas një. Amo të KZ ka qenë plashqe që 20 e sa vjetë me shu bashkëpunim me të KZ është edhe gabimi dytë i FSHF-s. Po mirë, kjo do të thotë që tani për shumë përballë në Anglisë, në ndeshjen që do të luhet Wembley të premten, ne do të na mungojë ajo banderole gjigande e tifozave kuqezi pasporte? Me siguri. Kështu që jemi të ndam aty ta këtuk gjitha anët, nuk i kemi atë pjesën pasportës. Kanë mendi edhe lojtarët atë mungesë tonën. Po mirë, në gjatë pikërisht edhe kjo duhet parë, sepse natyrisht ju ndjeni keni të drejtën tuaj të ndjeni të revoltuar, por a mendoni që me këtë qëndrim që mbani mund t'i sillni dëm kombëtares shqiptare, ata kanë nevojë për ju, janë mësuar që t'u kenë gjithmonë me vete, të ndjejnë aq më tepër pastaj flasim për në Angli, ndeshje shumë e fortë ku ju jeni shumë të rëndësishëm me mbështetjen që mund t'i jepni kombëtares. Dhe pikërisht ata kanë nevojë për ju në një moment kaq delikat dhe të vështirë. Kjo mënyra se si ju po reagoni natyrisht duke reflektuar ndaj sjelljes së FSHF-s, po a mendoni që në fundit le të themi haraçin do ta paguajë pikërisht kombëtarja shqiptare? Haraqin në tje përgjësi duka. FSHF në tje përgjësi të lojtarë. Pra me kështu mendon. Mendon që ndërkohë do të ketë gjithsesi tifoz në gjatë, duke qenë se luhet në Angli, në një vend ku ne e dim që prezenca e shqiptarëve është e madhe. Tifoz do të ketë, ama nuk është ai organizimi. Ai korja e organizimi se shqiptarë e dënë përgjith një bari për para. Atë bari nuk i kemi mo. Kam përshtypjen që do të na krijohet një atmosferë pak a shumë e ngjashme si ato ndeshjet në Euro 2024 në Gjermani, ku edhe pse luaj larg Shqipërisë, shumë të ishin shqiptarët që vishnin kuqezi stadiumin edhe duke sikur po luaj në shtëpi. Shqiptari është mundet më konë shumë, ama për organizim nuk i kemi një efekt të arritshëm. Pra ti mendon që duhet ai zëri në unison, pra ai kori përbashkët që mbështet kombëtaren për atë ka nevojë. Po mirë, situata, unë po shija një postimin tuaj në rrjetet sociale, jeni bashkuar bashkë me një grupim tjetër tifozësh, pak pas postimit që ishte revoltues edhe me nota kritike ndaj federatës, ishte fill një tjetër ku njoftoi një bashkëpunim me një tifozëri tjetër nga trojet e Kosovës, mos gaboj? Po, ato është qëndrim edhe pak a shumë i disa antarëve në të KZ, se nuk është i përbashkët ai
Po pra, na trego pak në gjatë, si është situata atje edhe në grupimin tuaj, sepse ne kemi folur edhe në të kaluarën dhe nuk është një, le të themi, harmoni e plot atje, nuk është se të gjithë janë dakord me të gjithë. Keni dhe ju atje ndasi brenda grupit tuaj, çfarë po ndodh? Po, të KZ-ja ka është nda ndysh edhe të KZ-ja. Pra ka një përçarje të grupimit. Po. Po përse ka ardhur kjo? Prap vim të SHV-ja ndaja për qaj. Është federata fajtore edhe për këtë në gjatë? Besoj që po. Çfarë ka ndodhur? Mund të na tregosh? Tash. Ka përqamje prej disa organizuesve që kanë qenë ata krijues të këtë KZ-s me ne që jemi legjislativ aty. Po prej sa kohësh kanë nisur këto krisje mes jush? Ka shumë para Gjermanisë. Para Europianit? Europianit, Gjermani. Që do të thotë që ndoshta edhe në këtë qëndrim ju do t'jeni të ndarë, pra dikush do ta bojkotoj kombëtaren derisa të vinë, le të themi, ai trajtimi që federata ju ka dhënë më herët dhe një palë tjetër në fakt do të shkojë në stadium. Kjo na bën të mendojmë që ndoshta dikush tjetër, një grupim tjetër i ka marrë biletat. Shqiptarin është shumë kollaj me nda, shumë zërë me bashku. E pra, kështu që do të thotë biletat i merr një simpatizer i thjeshtin aty që besoj në Angli shkon vetëm për me bo një fotografi, isha në Wembley edhe ajo foto del në për Facebook edhe aty. Po deri kur do vazhdoni kështu në gjatë? Po pra, sepse pas Anglis vjen ndeshja me Andorrës, çfarë synimesh keni për të ardhmen? Keni marrë masa? Për Andorën nuk kemi ndonjë plan, ama Andorën i kam biletat, nuk vi, besoj që do vi, ama në stadion nuk do futem. Do të vish në Shqipëri, por nuk do të futesh në stadium? Po, në Tiranë në kam gjenë, në Tiranë vini e mirë, do të vini por jo për të... Po mirë, në gjati, keni një komunikim me federatën për ta zgjidhur këtë ngërë që është krijuar mes jush? Jo. Pra nuk po tentoni fare se... Drejtuesit e grupit nuk komunikojnë me askënd nga federata? Jo. Mirë, duket një ardhme e zymë të këti grupimi në raport me kombëtaren, sepse nëse në tre këndësh gjithkush i drejton në gishtin gjithkujt për fajn, si do të shkoj puna, mendon? Si do të shkoj puna, anullimi kampionatit me Serbi do të ishte hapi parë. E ti mendon që mund të ndodhë diçka tjetër? Pa tash, ku kanë mujtë një organizu mujnë edhe me gjbon këtë problem. Pra kjo është e pa negociushme nga ju, duhet ndodhi kjo gjë në mënyrë që të ktheheni sërish në stadion. Jo, atëherë zdi pse, nuk e kuptoj bës. Po në Kosovë, si është përjetuar në gjatë kjo marrëveshja, ky bashkëpunimi me Serbinë? Nuk jam, unë në Kosovë nuk jam zdis, unë nuk e kam madallimin Kosovë-Shqipni, unë jam në Norvegji për momentin që 27 vjetë. Po gjithsesi ke informacion, apo jo? Po janë gjithë revoltun, nuk është që ai Kosovës është ma shumë se ky i Shkodrës, për shembull. Po, unë s'mbaj mend këtë pasur edhe asnjë reagim nga zyrtarët e Federatës Kosovës për këtë bashkëpunim. Ajo është problemi, se Federata Kosovës knej është shumë e zhurmshme, për shembull ku ikë lojtarë jashtë kombëtarja shqiptare, është shumë e zhurmshme. Mos na vjedhin lojtarët, mos na bojnë. Ai agimi as një deklarim nuk ka jap. S'ka jap kur far ku bokja me Serbia, po kjo është biznes, bre. Djeli agimit Albania ajo Konga në Europian, ajo është djeli agimit. 2 ditë përpara se mu shpall Shqipni-Serbi, u ftu në Tiranë ishte agimi, edhe boni komunikimin duka që ka me qenë organizimi me Serbinë. Edhe dul djeli agimi të kënajat Konga në Albania atje në Europian. është biznes, mu për mu, unë e shoh Shqipnin si dhe dashëri, jo biznes. Mirë, duket që ka një qëndrim i pa revokueshëm, këto minuta se... Për kombëtaren të pra ato do të pyesja edhe unë. Gjithsesi, ti do ta ndjekësh nga ekrani patjetër ndeshjen edhe nëse nuk do të shkosh në stadium.
Si e parashikon këtë ndeshje, që të tërë e shikojmë pak kështu me rezerva, se e dim që të ndeshësh me Anglinë nuk është gjë e lehtë. Ata lojtarët e Interit i kishin thënë Aslanit do hani 6-7 gola unë gjatë. Ja, s'besoj që jo janë 6-7 gola mo, se po është ndeshje e vështirë në gjithë kom parashiku që fitojmë. Edhe kësaj radhe thojmë fitojmë. Unë hi ndeshje me fitu edhe që jem publik, edhe që nuk e shok këtë lojen, veç shpresojnë fitore. Pse mos më ujtë me bo një bëfasina?